Më shumë se 100.000 besimtar musliman kryen lutje dhe së premtes në kompleksin e malit të tempullit, ose siç njihet Xhamia Al-Aqsa në Jeruzalemin lindor. Pasi u riap një ditë më parë pas një armpushimi të arritur midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, qyteti i vjetër i Jeruzalemit është shtëpia e vendeve të shenjta kryesore për të tre fetë abrahamike, të cilat ishin mbyllur që nga fillimi i luftës së shkaktuar nga sulmi SBA Izrael ndaj Iranit më 28 shkurt. Brenda qytetit të vjetër ndodhen Xhamia Al-Aqsa për muslimanët, muri perëndimor për hebrejt dhe kisha e varrit të shenjtë për të krishterët. Vendet u riapën për besimtarët e njëjtën, një ditë pasi Washingtoni dhe Teherani shpallën një armpushim 2 javor në luftën e lindjes së mesme. Më herët gjatë ditës, më shumë se 100.000 musliman kryen lutjen javore të së premtes në Al-Aqsa, sipas Vakëfit Islamik, organit jordanez që administron vendin. Shpresojmë që të mos e mbyllim përsëri Xhamin Al-Aqsa dhe të gjithë do të jenë në gjendje të vinë në këtë vend të shenjtë, qofshin banor të Jeruzalemit apo nga bregu perëndimor, thot 30 vjeçari Mohamed Sadeh. Lutja e së premtes është një detyrim për ne, por kryerja e saj në Xhamin Al-Aqsa është diçka krejtësisht e ndryshme, thot Sharif Muhammad, duke u referuar statusit të vendit si faltoria e tretë më e shenjtë e Islamit.